Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot ka rënë zjarr në kodrat e Hilajve në Kolonjë. Pranë banesave duke i rrezikuar ato, ndërhyrja e zjarrfiksëve të Lushnjës nuk lejoi përhapjen e flakëve. Policia po heton shkakun apo autorin e zjarrit. Një zjarr i befasishëm ka përfshirë kodrën e Hilajve në Kolonjë. Zjarri ka rënë rreth orës 12:30 dhe ka djegur bimësinë e thatë në afërsi të banesave. Ndërhyrja në kohë e zjarrfiksëve të Lushnjës nuk ka lejuar përhapjen e mëtejshme të flakëve, të cilat rrezikuan banesat pranë, por edhe plantacionet me ullinj. Sipas efektivëve të zjarrfikësve Lushnjë, zjarri ishte në një zonë të vështirë për të menaxhuar, pasi mungonin rrugët për të shkuar deri në vend dhe është punuar me tubacione shtesë për të arritur deri tek vatrat e zjarrit. Policia e shtetit dhe grupi hetimor po punojnë për të gjetur shkakun apo dhe autorin e këtij zjarri që rrezikoi seriozisht gjithë lagjen e banimit në kodrën e Hilajve. U zhvillua sot provimi i tretë i maturës shtetërore AI matematikës. 30 minuta nga nisja e provimit kanë dalë tezat e matematikës në rrjetet sociale. Sot mbi 27.000 maturant zhvilluan provimin e matematikës, pjesë e maturës shtetërore 2025. Ky është provimi i tretë pas atij të gjuhës shqipe dhe gjuhës së huaj. 597 maturantët lushnjar edhe këtë herë e nisën testimin që zgjati 2 orë 30 minuta në orën 10. Nxënësit u paraqitën në shkollat 18 tetori, Skënderli Bohova 4 dëshmorët dhe Vath Korreshi, të pajisur me një dokument identifikimi që në orën 8. Mbajtja e telefonave apo orëve inteligjente nuk lejohej. Por përsëri teza e provimit të matematikës është publikuar në rrjetet sociale 30 minuta pas fillimit të provimit, gjë që ndodh sa herë maturantët zhvillojnë testimin. Maturantët do t'i nënshtrohen më 24 qershor edhe provimit të fundit, atij me zgjedhje, që përfshin lëndë nga shkencat e natyrës, kimi, fizik, biologji, nga shkencat shoqërore, histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi dhe sociologji dhe artet, ekonomi, histori arti, histori muzike, histori baleti. Ujrat e zeza në fshatin Dushk kanë dalë në sipërfaqe në rrugët e fshatit, ku mund të shkaktojnë epidemi. Gjithashtu ato derdhen afër stacionit të pompimit të ujit që furnizon Lushnjën me ujë dhe rrezikon ndotjen. Banorët e fshatit Dushk kanë kërkuar vazhdimisht pranë autoriteteve vendore, njësisë administrative dhe bashkisë Lushnjë që të ndërhyet për rregullimin e kanalizimeve të ujrave të zeza që dalin në sipërfaqe nëpër rrugët e fshatit, por ende asnjë përgjigje. Temperaturat e larta që rriten nga dita në ditë, përveç erës së rëndë që ndot të gjithë zonën, mund të shkaktojnë edhe përhapjen e ndonjë epidemie, pasi përveç ujrave të zeza nëpër kanale ka gjithfarë lloj mbetjesh, duke përfshirë edhe ato shtazore. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht që të ndërhyet për të zgjidhur kjo situatë, por ende asnjë zgjidhje. Më e rëndë është situata për ata që vuajnë nga sëmundjet, kryesisht moshat e treta dhe fëmijët e vegjël. Më shkonjë e madhe, ere keqe. Ajtë në shpëqa të bëjnë. Ja plerat, ja shpije ime. Unë rri aty me një borë, që jemi të smurë të dy. Ja, nuk ndërë. Sa ko ka këto ujrat e zeza që derën aty? Kanë vite ato. Se s'ka ujë, që pa të kishte ujë, merte proje ato. Pa s'ka ujë, ku ka ujë. Është një shqetësim se është era, gjithë shumë era dhe zakonisht me këto gjëra vijnë edhe sëmundje. Mjafton një pastrim, nuk duhet në një kushedi investimi me aftë, një qik më shumë, po, është neglizhuar qik. Ja ku dalin ujët e zeza. Makar goca me fëmijët ka 3 ditë vinë në rritë shpejime se nuk dëllojnë do tërën, se tashi s'ka ujë ku vjen ujë ndarke këtu, ose ndreke ku vjen, këtu del me gjymë. Janë gjithur një pandemi, një diçka, nuk kam keq me nuk rrijet. Situata e krijuar ndërlikohet edhe më shumë nga një fenomen tjetër, pasi ujrat e zeza të ndotura kalojnë në kanalin kullues dhe përfundojnë 4 metra larg puseve që furnizojnë me ujë të pishëm qytetin e Lushnjës dhe rrethinat. Do vinë ujrat e zeza nga Dushku, kalojnë këtu. Ky ujë u kam pas raportuar një radhë në kohën e Albert Sanxhaku ka qenë këta bashkinë Lushnjë. Edhe anëlloj ujt, iku për tërbuh poshtë. Përfundimisht e kthym prap këtej. Se tha dëmtojnë kun peshqi. Për mu, kjo është shumë e padrejtë kjo punë dhe kriminale.
A kriminale sepse këto ma tepër u kushtojnë rasti peshqive se sa njerëzve. Edhe ka këti ujtë, ki ujtë e thith toka dhe shkon Lushnjë. Lushnjë, unë jem banor e Lushnjës. Jem banor e Lushnjës, edhe unë që fëmijën ke spitali, ikin në Lushnjë, pi ujë atje. Për mu kjo është kriminale. O këthi ujë, nxjerrë në fond shteti, e këthin ujtë nga 3 urat poshtë, nga kanal të madh, ujtë është këthi këtej. Ki ujë për mu është kriminale. Thjesht jam, nuk më intereson gjënë, kështu në digjat, po më partisha, po në gjënë helbetet, për mu kriminale ke punë. Vite më parë, ky shqetësim është zgjidhur duke devijuar derdhjen e ujrave të zeza në një kanal alternativ, por me kalimin e viteve, përsëri ujrat e zeza të Dushkut kanë përfunduar atje ku kanë qenë, në afërsi të stacionit të pompimit të ujit që furnizon Lushnjën me ujë. Ish-deputeti Ervin Saliani kërkoi lirim nga burgu. Gjykata e Fierit ka shtyrë seancën pasi IEVP Fier nuk ishte dërguar raportin e vlerësimit. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ju drejtua gjykatës së Fierit me një kërkesë për lirim me kusht, pasi ka përmbushur 2/3 e dënimit me burg. Seanca ishte caktuar në orën 13 të ditës së sotme, ndërsa burimet bën me dije se vetë ish-deputeti nuk do të ishte i pranishëm dhe do të përfaqësoj nga avokati i tij, Ledio Braho. Saliani ndodhet në burgun e Fierit që prej datës 27 shtator 2024, kur vendimi për dënimin e tij me 1 vit burg u la në fuqi nga gjykata e apelit dhe më pas u konfirmua edhe nga gjykata e lartë. Pas përfundimit të seancës, avokati i ish-deputetit demokrat Ervin Saliani, Ledio Braho, në një prononcim për mediat ka pohuar se seanca është shtyrë disa ditë, pasi IEVP Fier nuk ishte dërguar raportin e vlerësimit. Zoti Braho, sa po ka përfunduar seanca për kërkesën që ish-deputeti demokrat Ervin Saliani ka bërë për lirimin me kusht për pretendimin se ka përmbushur 2/3 e dënimit. Çfarë u caktua sot? Sot ishte seanca parë. Nuk ishte mungonte raporti vlerësimit nga IEVP-ja Fier, kështu që u shty seanca me disa ditë për ditën e martë, në mënyrë që IEVP Fier të sjellë raportin lidhje me kërkuesin zotin Saliani. Pranishme sot ishin gjitha palët, ishte edhe prokurori edhe përfaqësuesi i IEVP-s Fier. Ne bëm relatim në kërkesës tonë. Gjithë argumentet, si ato që kanë të bëjnë me elementin objektiv, pra ajo që ju thatë kalimi i kohës i 2/3, si dhe për elementin subjektiv, që ai plotson gjitha kushtet për ta përfituar lirimin me kusht para kohë. Tani ne kemi qenë gjithmonë ide se ai nuk duhet ishte fare aty, por këto kushte tashmë do duhet të bëjmë këtë kërkesë, do duhet të ecim me këtë kërkesë. Besoj do jetë dhe një seancë tjetër ose maksimumi 2 seanca derisa të kemi një vendim. Mendoni se do të dalë nga burgu duke patur parasysh që dhe tentativat e mëparshme kanë qenë të dështuara? Tentativat e mëparshme ju i referoni gjykimit në themel, ne besojmë se ai dhe atje ka qenë me të drejtë, edhe këtu është krejtësisht me të drejtën e tij dhe besoj se do jetë e suksesshme. Megjithatë, tani ne nuk bëjmë dot orakullin në proceset gjyqësore në Shqipëri, sepse historia e ka treguar këtë fakt, por besoj se është në drejtën e tij dhe meriton tërësisht që të përfitojë nga lirimi para kohës. Keni marrë kontakt me Salianin para se të vini këtu në seancë? Po kam kontakte të vazhdueshme me të dhe është patjetër që ai është për vullnetin. Cili ishte shkaku që nuk u paraqit dhe Saliani në seancën sotme? Nuk kishte një shkak përderisa përfaqësohet nga avokati, ai besoj e di vetë pse nuk do të bëj. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në burg Loran Dushën, administratorin e inceneratorit të Fierit që u ekstradua nga Zimbabwe. Ai akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Gjykata e posaçme la në burg Loran Dushën, administratorin e inceneratorit të Fierit, i ekstraduar nga Zimbabwe. Interpol Tirana dhe Interpol Harare bën të mundur lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin nga Zimbabwe në Afrikën e Jugut të Loran Dushës, 42 vjeç lindur në Lushnjë dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ai akuzohej nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash në lidhje me hetimet për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, në bashkëpunim me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin. Dusha u dënua nga shkalla e parë me 4 vite burg vetëm për pastrim parash, teksa apeli i posaçëm e ktheu pas për rigjykim dosjen e inceneratorit të Fierit. Ai ka mbajtur postin e administratorit të inceneratorit të Fierit, ndërsa nuk ishte i pranishëm në seancën e të hënës, pasi është shtruar në spitalin e burgut për shkak të problemeve shëndetësore.
Për 42 vjeçarin, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vitin 2022 kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale të kryera në bashkëpunim. Nga hetimet ka rezultuar se Lora Ndusha, në cilësinë e administratorit të një kompanie private, ka përfituar fonde publike në mënyrë të paligjshme, përmes faturave dhe pagesave fiktive për punë dhe shërbime të pakryera. Pas mbërritjes në Shqipëri, 42 vjeçari ju dorëzua drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. A është gati Amerika të hyjë në luftë? Është pyetja që ju bë presidentit amerikan Trump. Ai nuk e mohon këtë gjë. Presidenti amerikan Donald Trump ka shkruar në Truth Social se të gjithë duhet të evakuohen menjëherë nga Teherani, pasi Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore. Pas kthimit nga samiti G7 në Kanada, Trump u pyet se çfarë do të duhej të ndodhte që SBA-ja të përfshihej ushtarakisht në konflikt. Ai tha nuk dua të flas për këtë. Trump vazhdoi duke thënë se ushtria izraelite më herët lëshoi një njoftim ku bëri thirrje banorëve të një qarku të Teheranit që të evakuohen. Para largimit të Trumpit nga samiti, udhëheqësit e G7-s, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nënshkruan një deklaratë ku theksohej rëndësia e mbrojtjes së civilëve, pas rritjes së sulmeve që kanë shkaktuar viktima civile në të dyja vendet. Ata gjithashtu thanë se Irani kurrë nuk mund të ketë armë bërthamore dhe se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Izraeli ka goditur disa objekte të programit bërthamor iranian, por nuk ka arritur ta shkatërrojë objektin për pasurimin e uraniumit në Fordow, i cili ndodhet thellë nën tokë dhe gjendet rreth 200 kilometra në jug të Teheranit. Sipas ekspertëve ushtarak që kanë folur për mediat amerikane për ta eliminuar këtë objekt, Izraeli do t'i nevojitej një bombë amerikane që depërton në bunker, e cila mund të transportohet vetëm nga bombarduesi amerikan B-2, që është i pajisur me teknologji për shmangje të radarëve. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.